në shpellën Hira, kemi treguar se i dërguari Allahut her pas here vizitonte, shkonte atje, aty e gjete veti si ngushëllim për çdo telashe dhe çdo fatkeqësi, apo bante ato vrojtimet, meditimet, i bante izolimin, vetmia, se jo ju bëj dashur tash vetmia, edhe normal nuk ishte i kënaqur me gjendjen dhe rrethonat që e kish kapluar me kën. Duke nis nga devimet më të këqija, sikurse shirku, politeizmi, veset më të këqija që mund me qenë, vetëm se ishin me përmosat mëdha, mbytyja e vajzave, konsumimi i alkoolit, lloj tregtie me kamat, martesat ishin në format më të shëmtuara deri në punë më të këqija. E do mos duhet të ngritet dikush i cili ka me bërë reforma dhe ndryshime. Vetëm se Allah i madhruar e pat përcaktuar e kish para pregadit se ky vetëm se ky do të jetë ai i cili ka me sjell ndryshime dhe reforma. Prej këtij vendi të shpellës, që është shpellë e vogël, mirë po ka qenë e bereqetshëm me atë parcelën e vogël, mirë po pe këtu kanë me buru shpalljet hynore. Në moshën 35 vjeçari dërguari Allahut, prej aty dikun ka filluar me shku në shpellë. 3 vite, 4 vite, 5 vite aty dikun, në moshën 39, vetëm se para pregaditet me arë shpallja. Edhe e kanë përmend shumica dietarëve, autorëve që flasin për biografinë të dërguarit Allahut, se Allahu jo rastësisht këtë vend e ka zgjedh me planin e tij. Nuk ka qenë ideja Resulullahut. Ne kemi thonë se i dërguari Allahut çdo lëvizje, çdo hap, çdo qëndrim, çdo mendim, çdo paraqitje, çdo ofertë ka qenë në mbredhën e Allahut. Nuk e ka bërë vetë vetë ju. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhamedi nuk fol, nuk tregon diçka, nuk porçon denisen nga hamendja vet, nga idejat e tij, po kretin illa wahyun yuha. Vetëm se ka qenë nga shpallja e Allahut. Çdo lëvizje, çdo hap, çdo shprehje, çdo urdhër, çdo pengesë ka qenë në ombredhën e shpallës së Allahut. Edhe zgjidhja e këtij vendit, shpella ka qenë në kujdesin dhe planin e Allahut xhaleshanu. Edhe ka qenë e para pregaditur që ky mo është duke u formuar, kështu që në moshën 40 vjeçare, ku thuhet se është mosha pjekurisë të njeriu, në moshën 40 po njeriu para 40 i ka kaluar shumë sfida, është ballafaqur me lloj gjona, ky vetëm se përgatit vetëm dhe pjekët. Nëse në këtë moshë nuk pjekët njeriu, ky mo bet i dështuar për gjithë jetën. Mosha 40 vjeçare, madje thuhet se edhe shumica e pejgamberëve ju ka zbrit shpallja në moshën 40 vjeçare. Shko në këtë shpellë për disa herë, derisa e ndjen i dërguar Allahut se ka diçka për të ndodhur. Edhe i paraqitet, sikur që është në hadithin e Imam Bukharit, i paraqitet një krijesë gjigante e madhe, edhe thot më kapi, edhe më tha Iqra, lexo. Dhe nga friga, edhe nga fobia, edhe krijesë gjigante, tash më ballafaqohet me diçka që kur s'është ballafaqu më herët. Edhe ky thot kështu nga instinkti këtij, ma ana bi qari, unë nuk di me lexu, ti po më detyron me lexu, po unë fare edhe i dërguar Allahut nuk ka ditë me lexuash. Mos e vërtet, për shumë urtësi dhe filozofi, pse i dërguar Allahut nuk ka ditë as me lexuar, as me shkruajt, se ndoshta po. Edhe sot e kësaj dite akuzohet se ky është autori i Kuranit. Ky e ka përpilu, ky e ka shkruar. Ja, këtë arabë ka ditë se Rasulullahi a.s. nuk ka ditë me shkruajt, as me lexu, as nuk ka marrë pjesë në shkollë, as në fushnjore, as në për kurse, edhe i thot ma në bikari nuk di të lexoj 3 herë derisa e ka më fuqishëm, m'ja bo me di, hej, tash mo puna jote është shumë serios. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, lexo.
në gjuhën arabishe edhe në kuptimin lexo, edhe mëso, edhe medito, edhe studio, edhe vrojtoj gjonat mirë, jo vetëm kalin ti kaloj, po lexoj me vëmendje, me kuptim, me koncept. Lexo në emrin e Zotit tan, I cili ka kriju. Tash mo japët horizonti Resulullahit alayhi salam. Edhe vazhdon 5 ajetet e para që janë vim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Studio në emrin e Zotit tënd I cili ka krijuar çdo sen, apo e krijoi njeriu nga një pikë uji. Iqra, lexo në emër të Zotit tonë I cili është Akrem, është më bujari, më fisniki, alladhi 'allama bil qalam, I cili ky Zot ja ka mësuar njeriu lapsin, pendën, edhe mësoi ata që nuk dinte. Prej këtu ujtë mo ky mo është tjetër një. Prej tash mo pejgamberi e merr statusin pejgamber. Mo nuk ka njëri thjesht Muhammed, jo vetëm Emin, po merr edhe disa status. Një status është en-nebi, mastaj është djajet e tjetër që obligohet me statusin ar-rasul. Nebi është lajmëtar I cili sjell lajmet nga ana e Allahut xhaleshan. Prej atë ditë më thot Sejt Kutubi, Allah I mëshirof, më nuk e ka zonë gjumi asnjë Resulullahi. Më prej atë ditë më ka pas obligim dhe ka pas, nëse në lejohet si lloj stresi, përgjegjësi të madhe maj. Ai më nuk ka nejtë si njerëz të tjerë. Ai ka përvjel krahët. Ai më nuk ka pushu, nuk ka pas kohë për relax, fare. Ai ka pas tash një përgjegjësi të madhe. Ka larguar nga vetja ti plunin mbi supë.